Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua. Mirëdita miq, mirë se vini edhe sot në Jam grua, sikur do herë të premteve ora 12:05. E ftuara e sotme rikthehet në emisionin ton duke përfituar nga disa ditë qëndrimi në Shqipëri për shkak të konferencës Migracioni në Ballkan, para dhe pas antarësimit në BE. Konferencë kjo e organizuar nga Instituti i Kosovës për Zhvillimin Ekonomiks dhe Instituti Kërkimor Fagaras, Rumani, ku e ftuara jon ishte pjesëmarrëse dhe kontribuese në organizimin e saj. Konferenca u zhvillua para disa ditësh në Tiranë. Në fakt unë e kam pasquajtur gjithmonë që e merja në emision vajza e sfidave. Ajo është Marsida Bandilli, është kandidate doktorature në shkencat politike në Universitetin e Antwerpit në Belgjik. Gjithashtu është e angazhuar në debate të ndryshme në lidhje me Bashkimin Evropian në Bruksel. Ka një master në shkencat politike diplomuar me summa cum laude nga Universiteti i Tiranës. Ajo është fituese e çmimit Qytetar Aktiv të Europës 2014, si një anëtare aktive e përkushtuar në shumë rrjete dhe organizata. Ajo nuk është vetëm një ambasadore denj e vendit ton, por dhe promovuese e fuqizimit të rinjve. Marsida merr pjesë në aktivitete të ndryshme ndërkombëtare. Ajo beson se me motivimin e duhur të rinjt mund të sjellin një ndryshim pozitiv në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Unë kam një kënaqësi të veçantë që sot në studion e Jam grua kam pikërisht edhe një herë Marsida Bandilli. Marsida, shumë kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit Kozeta, përshëndetje të gjithëve. Unë e kuptoj që shkak ishte konferenca për ardhin tënde në Shqipëri dhe gjithmonë në çdo herë dhe në çdo ardhje ti bënde një kthes në Radio Tirana. Pa diskutim, është kënaqësi sa herë që të jem në studio. Në gjithë këtë që lexova për ty, ajo që më ngacmoi ishte pikërisht motivimi i të rinjve. Edhe më kujtua një thënie e Richard Branson, manjati të madh britanik, i cili thotë motivimi im më i madh është të vazhdoj të sfidoj veten. Unë e shoh jetën pothuajse sikur një arsimim universiteti, të cilin nuk e kam pasur kurrë, çdo ditë mësoj diçka të re. Natyrisht kjo nuk lidhet me arsimimin sepse ti atë e ke në nivele të larta, por me motivimin lidhet. Motivimi im sot çdo ditë nga një sfidë e re dhe unë them që Marsida ka një sfidë të re në këto momente që ne flasim në jetën e saj. Është një pyetje shumë e bukur, ashtu siç e thatë edhe ju, unë e jetoj jetën time për ditë me një sfidë dhe madje i kërkoj sfidat, kërkoj gjërat që janë interesante, kërkoj ndryshimin dhe kërkoj të sjell një kontribut le të themi në shoqëri. Kam ardhur në Tiranë pikërisht sepse kam marrë pjesë në konferencë dhe jam marrë gjithashtu edhe me promovimin e konferencës, domethënë unë vetë me iniciativën time kam promovuar konferencën që është organizuar tashmë në Tiranë. Sfida ime e momentit është të përfundoj studimet dhe gjithashtu të gjej një punë stabël pranë Brukselit, është pjesa që unë e dëshiroj dhe së fundmi kam punuar në Parlamentin Evropian për një deputet, megjithëse zgjedhjet shkuan jo ashtu siç pritej. Dëshira ime është që të vazhdoj me ambicjet e mia të punoj në Bruksel dhe të jap kontributin krahas punës edhe në konferencat ndryshme, ashtu siç e thatë edhe ju, për të motivuar të rinjt, për të qenë një shembull për të rinjt që ata nëse punojnë, nëse janë të përkushtuar dhe kanë ambicie, mund të arrijnë që të ndryshojnë jetën e tyre dhe mund të arrijnë gjëra shumë të bukura në jetë. Në fakt, aktivitetet nuk të mungojnë asnjëherë, Marsida, por ndërkohë je ende në doktoraturë. Në ç'fazë është doktoratura? Doktoratura ime është drejt përfundimit e sipër, por duke qenë se unë në Bruksel gjatë kohës së studimeve edhe punoj, është pak më e vështirë për studentët të cilët punojnë dhe vazhdojnë doktoraturën në distancë. Megjithatë kam gjithkohës një mbështetje shumë të madhe nga stafi akademik i universitetit, të cilët më kanë dhënë lirinë që unë të vazhdoj me studimet dhe të përkushtohem doktoraturës në momentet që unë kam kohë pa pasur, le të themi, pa pasur një deadline ose një afat përfundimtar për mbylljen e studimeve. Gjithsesi, për ta përmendur edhe për dëgjuesit, kërkimi shkencor në universitetet evropiane kërkon një impenjim shumë të gjatë dhe është një kërkim i cili zgjat disa vite dhe nuk është sepse është një studim i cili është i thelluar dhe kërkon sigurisht mbledhje të dhënash, analizë të dhënash, disa publikime shkencore, përfundimin e tezës përfundimtare dhe mbrojtjen përpara një komisioni të doktoraturës. Krahas këtyre përfshihen
janë dhe konferencat e ndryshme akademike që unë kam zhvilluar ose që studentët tjerë të doktoraturës i zhvillojnë. Pra nuk është proces linear, le të themi, i kërkimit shkencor, është një proces i cili është në vazhdimsi dhe unë patjetër që jam shumë apasionuar me studimin akademik dhe megjithëse e shoh veten time më tepër në fushën e bërjes së politikave, le të themi, në të ardhmen në profesionin që unë do të vazhdoj. Më të roqi vëmendjen që në konferencën e fundit që u zhvillua para disa ditësh në Tiranë, ishe jo vetëm pjesëmarrëse, por edhe organizatore. Këto lloj konferencash, këto lloj organizimesh, nuk e pengojnë paksa doktoraturën tënde? Unë jam e apasionuar për shumë gjëra në të njëjtën kohë, kështu që nuk mund të them që ato janë penguese, madje mund të them që ato më ndihmojnë mjaft edhe për të rritur profesionalisht dhe për të zhvilluar aftësi të ndryshme të cilat janë të nevojshme, qoftë edhe në kërkime shkencor. Si pjesëmarrëse, po si organizatore? Patjetër, si pjesë sigurisht një peshë më e madhe që ke marrë? Patjetër, si pjesëmarrëse unë kam prezantuar në fakt rastin e migracionit në Maltë për shkak të eksperiencës që kam patur me një deputet maltez në punë pra në Parlamentin Evropian dhe aty kam paraqitur se si një vend mjaft i vogël siç është Malta është një ndër portat hyrëse kyçe të migracionit në Europë, ku pjesa më e madhe e njerëzve vinë përmes anijeve nga Afrika dhe nga Libia dhe ka pasur disa raste ku është ndodhur një krizë, sepse është konsideruar jo si një çështje kombëtare, pra jo si një përgjegjësi e Maltës për të zgjidhur çështjen e migracionit, por si një çështje europiane ku dhe shtetet e tjera duhet të japin kontributin e tyre për të marrë një pjesë të këtyre emigrantëve të cilët ndalojnë pra në portin kryesor të Maltës. Kjo ka qenë prezantimi im kryesor dhe sigurisht është në kuadrin e temës së doktoraturës kjo? Në fakt kjo nuk lidhet direkt me temën time të doktoraturës, por është një nga tematikat që unë kam trajtuar më tej, le të themi, gjatë eksperiencës time profesionale. Kështu që konferencat e tjera me të cilat unë kam marrë pjesë kanë qenë më tepër të kuadrit akademik ku kam prezantuar dhe punën time shkencore. Kjo ka qenë më tepër në kuadrin edhe të interesit që unë kam personal në çështjes së migracionit, të interesit tim si një vajzë e re e cila jeton në Belgjik për disa vitesh dhe për të cilën është për të cilën për vetë mua migracioni është një çështje e cila më prek. Pra janë shumë tematika që lidhen me faktin se si mirëpritesh në vendin ku jeton, vështirësitë që ke të gjuhës, të adaptimit të kulturës e tjerë, të cilat ne i trajtuam në konferencë, gjithashtu përpoqëm dhe t'japim disa rekomandime për se si mund të ndryshojmë, se si mund ta përmirësojmë këtë pjesën e migracionit, duke filluar që nga koncepti që ne e quajmë je një migrant, je një i huaj, pra je diku tjetër dhe her pas here nuk shihesh me sy të mirë. Kështu që ne nisëm që nga konceptimi i migracionit për ta quajtur ndoshta për të gjetur një term më të mirë për të thënë që ti je i ftuar në një vend dhe nuk je një emigrant, sepse vetë fakti kur thua je i ftuar ka të bëjë me mikpritjen, me shumë tradita të tjera. Dhe edhe disa sugjerime të tjera që dham është fakti që duhet të jetë procesi më i tepër i rregularizuar nga pikpamja legale në sensin e dhënies së një informacioni kur një emigrant ose kur një person vjen në një vend të huaj, të dhënies informacionit për punët e ndryshme që personi mund të bëjë në sajt të kualifikimeve që personi ka dhe shumë rekomandime të tjera. Këto ishin të gjitha ide që dolën nga konferenca, nga pjesëmarrësit të tjerë që kanë eksperiencë në fushën e migracionit, por midis tyre kemi pasur edhe shumë gazetarë. Duhet të them që konferenca organizohet, sponsorizohet nga Bosch Alumni. Pra është Robert Bosch, fondacioni Robert Boschit, i cili ka pasur disa programe të ndryshme, ndoshta për leadershipin, për gazetarinë, për të ardhmen e Europës dhe pjesëmarrësit e këtyre programeve tashmë janë pjesë e një networku, të një rrjeti që quhet Rrjeti i Boschit. Dhe pjesëmarrësit kanë ardhur pikërisht nga Rrjeti i Boschit. Dhe ka qenë shumë interesante të shkëmbesh eksperiencat e njerëzve të ndryshëm që vinin nga Rumania, nga Bullgaria, nga Maqedonia, nga Serbia. Domethënë një pjesë e mirë kanë qenë pjesës së Ballkanit dhe pjesës lindore të Europës për të kuptuar edhe se çfarë vështirësisë kanë pasur dhe ata vetë kur si emigrantë që kanë shkuar në vende të tjera. Domethënë emërtimi emigrant sipas jush e ka për brenda si thua një lloj diskriminimi. Patjetër, domethënë një nga gjërat e cilat është cilësuar në konferencë ka qenë pikërisht fakti vetë koncepti kur thua që je emigrant, domethënë ka një konotacion negativ dhe perceptohet negativisht. Dhe flasim këtu
për të gjitha format e emigracionit, qoftë ato që është i rregularizuar, pra që është legal, qoftë edhe ato që është ilegal. Dhe në fundit ajo që ne diskutuam në konferencë ka qenë që njerëzit përgjithsisht largohen sepse ata kërkojnë shpresë, kërkojnë diçka më të mirë ose shpresojnë që ka një jetë më të mirë diku tjetër, dhe shkaqet mund të jenë të ndryshme, të natyrës ekonomike, të natyrës politike, sepse janë të kënaqur me situatën politike në vend, mendojnë që ka shumë korrupsion, ose qoftë edhe sepse mendojnë që e ardhmja është më e mirë diku tjetër. Interesante ishte sepse disa nga pjesëmarrësit jetojnë, janë vetë, pra janë larguar nga vendi i tyre dhe jetojnë në vende të tjera, dhe ajo që mund të them është se pavarësisht vendit ku jeton, në përgjithësi pak a shumë migracioni ka të njëjtat baza, ka të njëjtën ndjesi. Pra pavarësisht nga cili vend je, nëse shkon nga Shqipëria në një vend tjetër ose nëse je nga Rumania, shkon në një vend tjetër, nuk ka rëndësi fare nëse je një vend antar i Bashkimit Evropian ose jo, vështirësitë mbeten pak a shumë të njëjta. Adaptimi me një kulturë të re, mësimi i gjuhës, integrimi, asimilimi i vlerave të reja. Të gjitha këto janë vështirësi që vendosen përballë atyre që e marrin këtë hap të madh. Pse zgjodhët Shqipërinë për organizimin e kësaj konference? Konferenca ka qenë pjesë e dy fazave, le të themi. Faza e parë ka qenë një vizitë studimore në Rumani, Fagarash, siç e përmendët dhe ju në fillim, nga Instituti Kërkimor, i cili ka mbështetur organizimin e kësaj vizite. Ideja ka qenë për të kuptuar se si atje komunitetet kanë ndryshuar dhe janë ndrydhur në një farë mënyre, në sensin që shumë njerëz janë larguar pasi Rumania është bërë pjesëmarrëse, është bërë vend antar i Bashkimit Evropian. Dhe kemi parë gjithashtu edhe dinamika të tjera të europianëve ose të njerëzve që vinin nga vende të ndryshme të Europës, si nga Suedia, nga Gjermania, Hollanda, të cilët ishin shpërngulur në disa qytete ose në disa fshatra që ne vizituam në Rumani. Këto janë të gjitha dinamika që kanë ardhur me antarësimin e Rumanisë në Bashkimin Evropian. Dhe ideja ka qenë për të krahasuar se si në fakt se çfarë ndodh pasi antarësohesh në Bashkimin Evropian, cilat janë dinamikat që neve mund të presim. Dhe se si gjithashtu edhe teknologjia, përdorimi i internetit ose përdorimi i një aparati telefonik, të themi të smartphone, se si të gjitha këto mund të ndihmojnë për të lidhur komunitetet, për t'i bërë ato më afërt. Pra, sepse ajo që vjen re është që në një pjesë të fshatrave të Rumanisë, interneti nuk përdoren nga të gjithë dhe jo të gjithë e përdorin në një mënyrë të favorshme, pra në një mënyrë të leverdishme, teknologjinë për të lidhur komunitetet, për të lidhur njerëzit së bashku. Dhe ne besojmë, si të rinj që jemi, që teknologjia do ndihmojë edhe për të krijuar këtë lidhje midis njerëzve, pra jo vetëm për të pasur një lidhje, le të themi, një lidhje të përditshme, ku ti e përshëndet fëmijën tënd ose flet me atë, por për të pasur edhe një komunikim përmes një grupi në Facebook, le të themi, ku supozojmë që vë një njoftim që po organizon shfaqjen e një filmi. Dhe nuk është më nevoja që kjo të vihet me një, le të themi, të lajmërohet në qendrën e fshatit me anë të një letre. Këto ishin disa prej ideve që ne diskutuam atje, dhe ideja e Shqipërisë ka qenë për të parë më tepër perspektivën si një vend kandidat i Bashkimit Evropian që do shpresojë me hapjen e negociatave, për të parë se si në fakt mundet që migracioni, për të parë dinamikat e migracionit që kanë ndodhur deri tani, pasi ne jemi një ndër vendet në Europë që kemi një numër relativisht të lartë të migracionit, dhe për të diskutuar në fakt se çfarë mund të pritet dhe çfarë pritshmërie mund të kemi më tej nga migracioni, se çfarë mund të ndodhë. Të gjithë u njohëm me shtyrjen e afatit të hapjes së negociatave për Shqipërinë, për futjen e Shqipërisë në BE. Konkretisht çfarë kemi humbur, Marsida? Në fakt është një pyetje shumë e bukur. Unë mendoj që ne nuk kemi humbur gjë dhe nuk kemi fituar asgjë, sepse hapja e negociatave është thjesht një proces, është një vendim sa teknik aq edhe politik, dhe në fakt ndoshta nuk është momenti i dur për Bashkimin Evropian që të hapi negociatat me dy vende të tjera kandidate, sepse ka shumë çështje të tjera për cilat Bashkimi Evropian duhet përshëndrohet të zgjidhë, pra problemet ose dinamikat e brendshme të saj. Le të themi që zgjedhjet e Parlamentit Evropian kanë përfunduar në maj të 2019-s, është një parlament i ri, ku në të cilin numri i përfaqësuesve të partive ekstremiste është rritur goxha dhe dinamikat kanë ndryshuar, nuk është i njëjti numër si më përpara. Jemi përballë situatës të miratimit të kabinetit të komisioneres së ri von der Leyen, të presidentes së komisionit, dhe akoma nuk është miratuar komisioni i ri, dhe pasi të miratohet, atëherë do të shikojmë se çfarë, le të themi, se çfarë hapash ose se çfarë prioritetesh ata kanë për 5 vitet e ardhshme. Për komisionerin Juncker zgjerimi nuk ka qenë një prioritet dhe ky është fundi i mandatit të tij, prandaj nuk habitem që nuk është marrë një vendim pozitiv, plus edhe dinamikat e marrëdhënieve të Hollandës, le të themi, me Shqipërinë,
çështjen e investigimit të rritjes së kriminalitetit, të cilën ata e kanë çuar në komision për t'u analizuar, dhe shumë problematika tjera, ndoshta edhe problematikat e brendshme që kemi në Shqipëri, sidomos me korrupsionin, të cilat të shtyjnë në marrjen e këtij vendimi. Megjithatë, ky është një vendim, siç e thash, aq edhe teknik edhe politik, është një vendim që dëshirtohet sërish vitin tjetër nga Këshilli, dhe shpresojmë që do të arrijmë atje. Besoj që jam shumë e sigurt që me hapat e dur do të arrijmë atje, është thjesht një çështje kohe dhe një çështje durimi, kam përshtypjen. Nga pikpamja e organizimit të procedurave, formaliteteve, nga pikpamja politike, nga pikpamja e qeverive, gjithçka e kuptoj. Nga pikpamja e opinionit publik, e njerëzve të thjesht, nëse do të ishin hapur negociatat pikërisht tani, çfarë do të ndodhte, çfarë do të kishin fituar? Kam përshtypjen, përveç entuziazmit ton shpirtëror dhe faktit që ne do ishim gëzuar entuziazmuar shpirtërisht që jemi një vend ku negociatat janë hapur për Bashkimin Evropian, nuk besoj që do të ndryshonte shumë në jetën e përditshme të njerëzve. Me hapjen e negociatave, Shqipëria do ketë mundësi për të përfaqësuar pak më tepër në diskutimet që bëhen në nivelin evropian, dhe kjo është një ndër përfitimet që do kemi formalisht, por nuk besoj që do ndryshoj shumë në jetën e përditshme të gjithë secilit. Në momentin kur firmoset kontrata finale dhe Shqipëria është vend antar i Bashkimit Evropian, atëherë po do mund të kemi përfitime më të mëdha. Megjithatë, hapja e negociatave do të ndihmojë edhe ndoshta në pjesën e financimit, ndoshta do të ketë më tepër financim për të përgatitur Shqipërinë që të futet në Bashkimin Evropian. Marsida, meqense ke punuar me çështje të BE-s dhe je përfshirë thuajse brenda këtyre çështjeve, do doja të bëja një pyetje më konkrete. Për të gjithë ata që janë skeptik ndaj futjes Shqipërisë në BE, çfarë do t'ju thoje? Unë do t'ju thoja atyre që janë skeptik që të jemi realist dhe mos të jemi kritikues ndaj gjës, të marrim parasysh kontekstin e Shqipërisë, që është një vend i cili ka qenë komunist dhe i mbyllur deri në vitet 90. Hapat tona drejt Bashkimit Evropian nuk janë të njëjta me hapat e vendeve të tjera dhe duhet marr parasysh i gjithë konteksti ekonomik, politik dhe kulturor. Megjithatë, nuk është se Shqipëria nuk ka pasur zhvillime, po ta vëmre nga viti 90 deri në 2019 ka pasur ndryshime dhe një pjesë e mirë e ndryshimeve janë pozitive. Infrastruktura është përmirësuar shumë, sistemi i edukimit ose le të themi që sigurisht ka problematika, por që themi që është mundësia e studimit që është pak më e lirë, pra ka mundësinë për të studiuar atje ku dëshiron, është fakti i liberalizimit të vizave që është një hap pozitiv, pra gjithë shqiptarët mund të shkojnë dhe të jetojnë pra për 3 muaj në një vend të Bashkimit Evropian, pa pasur nevojën e një vize. Janë të gjitha këto lehtësime të cilat ne nuk i kemi pasur më përpara dhe këto duhen marrë si shembull pozitiv. Se duke qenë përballë faktit që një vend si Anglia nuk do që të jetë pjesë e BE-s, fillon ta vësh në pikë pyetje, a duhet apo nuk duhet të jemi në BE? Unë besoj që afrimi im ndaj Bashkimit Evropian ose qasja jonë është ende pozitive ndaj Bashkimit Evropian. Ndoshta kjo gjë do ndryshojë dhe shpirti ynë dashamirës për të qenë pjesë e BE-s është koncepti që njihet edhe në literaturë si lodhja ndaj zgjerimit. Pra është ajo pritja dhe lodhja që ti po pret diçka që të arrijë dhe nuk arrin dot. Dhe ndoshta edhe ne do e përjetojmë edhe këtë fazë, do e kalojmë edhe përmes kësaj faze. Megjithatë, Anglia është një vend tjetër specifik, pra ka marrëdhënien e saj me Bashkimin Evropian, ka luajtur gjithmonë me rregullat e saj, ka mbajtur monedën e saj, dhe për shumë politika të tjera ka qenë mjaft proteksioniste. Megjithatë, nga shumë njerëz ose persona anglez që unë njoh, fryma atje nuk është shumë dashamirëse. Fakti që Brexit ndodhi nuk është një gjë që shumë njerëz e kanë dëshiruar, aq më tepër ata që kanë qenë të arsimuar, të rinjt, të cilët votuan pro qëndrimit në Bashkimin Evropian. Kështu që nuk e dim se si do të jetë situata pasi të finalizohet marrëveshja me Anglinë dhe shpresojmë që kjo të ketë një fund të mirë për Anglinë, gjithashtu edhe për Bashkimin Evropian. Le të kthehemi tani tek çështjet e emigracionit, meqense kemi pikërisht Marsida Pandillin këtu që ka disa vite që jeton në Belgjik, natyrisht duke filluar si studente e doktoraturës, kështu që në një status tjetër me një emigrant të zakonshëm, gjithsesi jeton dhe punon atje, kjo gjë e përballë me faktin të qenit emigrant. Për të kuptuar pak më shumë, do doja të bëja disa pyetje më specifike, por më parë le të ndjekim disa tinguj muzikor dhe le të kthehemi sërish në studio. Unbelievable.
Jam grua. Ja të kthyehem sërish në studio, të nderuar miq, jemi në emisionin Jam grua, si çdo të premte ora 12:05 jemi në studio me doktoranten e Universitetit të Antwerpit në Belgjik, Marsida Bandilli. Marsida, të kujtojnë fillimet si ke shkuar në Belgjik? Pyetje shumë e bukur Kozeta. Unë e kam lënë Tiranën para disa vitesh me 2 valigje, një valigje të madhe dhe një të mesme, dhe kam bërritur në aeroportin e Brukselit pothuajse vetëm. Dhe që aty pastaj kam pasur në fakt një kontakt, një person që më ka pritur, thjesht më ka orientuar drejt Antwerpit, dhe nuk harroj kurrë natën time të parë atje në Belgjik. Kur jam ngritur në mëngjes, jam ndier vërtet që isha në një vend tjetër dhe ka qenë një ndjesi aq e bukur por edhe çuditshme. Ka qenë ndjesi e bukur sepse e dija që përballë meje kishte shumë sfida dhe kishte shumë gjëra që më prisnin, por ka qenë dhe një ndjesi e çuditshme sepse e kuptova për herë të parë në jetën time që isha larg familjes, isha larg njerëzve të mi të zemrës dhe nuk isha mësuar që të jetoja larg tyre. Ndërkohë që në Tiranë ishe një studente ekselente, ishte drejtuese e rrjetit ekselent në Shqipëri të Universitetit të Tiranës të studentëve, punoje në rektoratin e Universitetit të Tiranës, pra vije nga një situatë e mirë, se zakonisht kur shkojnë jashtë mendojmë që lën diçka këtu, ka diçka që ju mungon këtu për të shkuar jashtë, ndërsa Marsida shkon për një sfidë të re, për një doktoratur pikërisht në Belgjik. E vërtet, në fakt me rrjetin e studentëve ekselent u kam qenë kontribuese në themelimin, në pjesën e drejtimit kanë qenë persona të tjerë të cilët e kanë drejtuar për të bërë këtë saktësim. Nga që ke qenë shumë afër tyre, të konsideroj gjithmonë si një nga drejtueset. Faleminderit shumë, është kënaqësi për mua. Në fakt, unë e kam thënë dhe them gjithmonë që një nga arsyet për cilat unë u largova ka qenë për të sfiduar edhe veten time dhe për të hapur horizontin, sepse të jetuarit në Shqipëri, unë vi nga Tirana, ka qenë zona ime komfortit, kam pasur gjithçka këtu. Dhe ke pasur shumë të lehtë që të bësh një doktoratur në Shqipëri, aq më tepër që punoje në rektorat të universitetit më të madh në Shqipëri, kishe rezultate të shkëlqyera, mund të zgjidhje doktoraturën ku të dëshiroje. Patjetër. Nuk e bëre këtë gjë, pse? Nuk e bëra këtë gjë sepse unë doja që të kuptoja se çfarë ndodh përtej Shqipërisë, si është bota jashtë Shqipërisë, si janë studimet, si janë njerëzit, si janë ndërveprimet me njerëzit. Vetëm kaq, jo se kishe, si thua, skepticizëm për doktoraturat në Shqipëri. Absolutisht, unë respektoj sistemin arsimor shqiptar, unë bazat i kam marrë këtu kam përfunduar shkollën 8 vjeçare të mesmen, universitetin dhe masterin, dhe kam një respekt shumë të madh, aq më tepër për Universitetin e Tiranës, i cili për mua është mbetet universiteti që më ka formuar le të themi në personalitetin tim, por edhe në studimet e mia. Atje kam marrë bazat e filozofisë, bazat e shkencave politike dhe të sociologjisë, kështu që janë koncepte të cilat më udhëheqin për ditë në jetën time dhe në punën që unë bëj, por mund të them që dëshira kurioziteti për zbuluar se çfarë ndodh përtej Shqipërisë ka qenë arsye kryesore që mua më ka shtyrë të largohem dhe të shkoj në një vend si Belgjika, që ka qenë komplet i panjohur për mua, e njëja më tepër përmes internetit dhe informacionit që kisha atje. Dhe sigurisht nuk ka qenë e lehtë, ka qenë e vështirë në krijimin e një shoqërie të re, në njohje të reja. Cilat kanë qenë vështirësitë e para? Mund të them vështirësia e parë në zonën flamande ka qenë gjuha, sepse unë jetoja në qytetin e Antwerpit dhe unë nuk flas flamisht, akoma edhe sot pas disa vitesh nuk është një gjuhë të cilën unë zotëroj, sepse nuk kam investuar tek ajo gjuhë dhe nuk më tërheq, le të themi aq mjaftueshëm sa që më tërheq frëngjishtja. Pra e para ka qenë gjuha, e dyta ka qenë moti sigurisht, sepse atje bie shumë shi dhe bën shumë gri, më ka munguar jashtëzakonisht dielli i Shqipërisë dhe ditët e ngrohta me diell. Dhe pjesa tjetër pastaj që ka qenë krijimi i një shoqërie, sepse këtu kam qenë një person shumë social dhe dilja shpesh me shoqërinë time të punës ose edhe me shoqërinë jashtë punës. Atje kam nisur me pak fjalë nga zero, domethënë të gjitha këto elementet e vogël që këtu i merr për të garantuar, qoftë edhe njohja e restoranteve, vendeve për të dalë ose për të shëtitur, të gjitha të shkosh në një ambient të ri dhe të adaptohesh, të japësh biçikletës për të shkuar në universitet dhe pastaj të përdorësh biçikletën kur del për të pirë diçka, qoftë edhe kultura belge e orientimit drejt
të pirit të një bire dhe këtu është gjithkohës shpreha dalim për një kafe. Kanë qenë të gjitha këto diferenca të cilat mua në fillim më kanë vendosur në një pozicion të adaptatimit dhe të mësimit të një kulture të re. Megjithatë, pas disa viteve unë u largova për të jetuar në Bruksel, sepse është një qytet të cilin unë e adhuroj dhe mund të them që pas Tiranës është qyteti i dytë më afër zemrës time. Është një qytet frankofon ku flitet frëngjisht dhe atje ndej veten time pak më, le të themi, pak më në shtëpinë time në këtë sens. Megjithëse Brukseli sigurisht është një qytet shumë i bukur, por shtëpia ime është patjetër Tirana. Domethënë gjuha që përdor tani më shumë është frëngjishtja? Po, gjuha që unë përdor tani më shumë është frëngjishtja, krahas asaj përdor edhe anglishtën, sepse Brukseli të përballë me situata me njerëz të kombësive të ndryshme, atje jetojnë njerëz nga 196 kombësi të ndryshme të botës dhe sipas statistikave të fundit, një qytetar në 3 qytetar të cilët banojnë në Bruksel është belg. Pra që do të thotë se 2 janë të huaj dhe 1 është belg. Kështu që është një qytet me një diversitet shumë të madh kulturor dhe kjo vjet re edhe në festivalet ose aktivitetet e ndryshme kulturore artistike që organizohen atje. Një ndër të preferuarit e mi është festivali i cili quhet Balkan Traffic, që do të thotë trafiku i Ballkanit, dhe në fakt ka qenë ideja e sugjeruar nga një shqiptar para ndoshta 15-20 vitesh. Ideja është që gjatë 3-4 diteve organizohet një festival ballkanik me muzikë nga Ballkani, me ushqime nga Ballkani, me valle nga Ballkani dhe me tradita nga Ballkani. Këtu përfshihet edhe Shqipëria, është një ndër gjërat të cilat unë e adhuroj, aq më tepër nuk ka gjë më të bukur se sa të shohësh në Bruksel të huajt, pra të shohësh belgët, hollandezët, gjermanët, të cilët kërcejnë me muzikën tradicionale popullore të Ballkanit. Shqipëria me kë përfaqësohet? Shqipëria përfaqësohet me një grup kulturor artistik që quhet Vatra, ka një grup valltarësh atje, të cilët përfaqësojnë pjesën edhe të muzikës, por edhe të valleve tradicionale të Shqipërisë. Më ka ndodhur kur kam qenë pjesëmarrëse në këtë aktivitet para disa vitesh, më ka ndodhur shumë interesante. Ishte në fakt një person i veriut që kishte ardhur dhe bënte qeleshët, pra i bënte live për të gjithë ata që ishin të interesuar dhe unë sigurisht e ndihmova pak me pjesën e promocionit, pra të përkthimit në gjuhë të ndryshme, dhe kur shikon që të huajt janë të interesuar dhe blejnë qeleshën shqiptare dhe e vënë në kokë, nuk ka një kënaqësi më të bukur dhe më të madhe se sa një shqiptar kur jeton në Belgjik dhe shikon që të tilla fenomene ndodhin dhe njerëzit kanë interes ndaj Shqipërisë. Pjesa tjetër që unë kam bërë ka qenë edhe promocioni i Shqipërisë, të cilën e kam bërë prej vitesh, që momentin e parë që kam vënë këmbë në Belgjik, dhe një pjesë e mirë edhe kolegëve të mi ose miq të mi kanë shkuar dhe kanë vizituar Shqipërinë dhe kanë ngelur mjaft të kënaqur me rekomandimin për ushqimin, me rekomandimin për vende turistike, me natyrën dhe me mirëpritjen e madhe dhe bujare që kanë shtetasit shqiptar. Me sa di, doktoratura në një vend të huaj është punë në fakt. Gjithsesi, a je ndjer ndonjëherë migrante? Është pyetje shumë komplekse. Ndihesh emigrante ndoshta sepse për faktin që je në një vend të huaj dhe ndoshta në situata specifike që e kupton në një situatë të tillë. Që e kupton që je dhe thua pastaj, okay, nuk jam në vendin tim. Më duhet të reflektoj ose të mendoj për diçka shumë konkrete, por mund të jetë një gjë kulturore ndoshta ose një perceptim kulturor. Sepse duhem provuar ca gjëra në lëkurën tonë që të dim të japim mend kur vjen puna për emigracionin. Dhe në fakt me statusin që ke shkuar pak e vështirë për të pasur përjetime të tilla, por edhe mund të ndodhë. Patjetër, në fakt ndoshta kanë qenë momente kur prezantohesh dhe thua që nuk jam që këtej dhe njerëzit fillojnë edhe reagojnë, thonë vërtet nga je, dhe i thua që jam nga Shqipëria, që mund të jetë reagimi ndoshta ka qenë edhe pak i egzageruar, sepse fjala e parë që mund të jetë thënë është okay, Shqipëria, atje ka pak korrupsion ose mafia, ndoshta ky është dhe perceptimi që kanë për shqiptarët. Ky është dhe perceptimi i gabuar që kanë disa njerëz dhe në fakt në fillim këto kanë qenë fjalë që unë dëgjoja rreth rrotull kur përmendej fjala shqiptari dhe mafia. Dhe sigurisht në fillim nuk të bëjnë që të ndihesh mirë. Nuk patjetër që nuk të bëjnë që të ndihesh mirë. Megjithatë, me kalimin e viteve, ndoshta edhe me rritjen time si person, në momentin që dëgjoj të tilla komente, mendoj gjithkohës që okay, personi nuk ka informacion dhe nuk di se për çfarë flet, sepse kam takuar gjithashtu edhe njerëz të mrekullueshëm, të cilët me njohurit ndoshta dinë edhe më shumë se sa unë për Shqipërinë dhe me njohurit që kanë, sigurisht kanë thënë që Shqipëria është një vend shumë i bukur, një vend i vogël, por shumë i bukur me njerëz shumë të mirë.
nuk mund të them një situatë konkrete që unë jam djerë si emigrante, por ndoshta ka të bëjë me ato ditë kur ti je vetmuar, kur bie shumë shi në Bruksel, kur je vetëm, kur ke një problem, u prish biçikleta ose si do i zgjidh këtë gjë. Dhe të tilla gjëra që të bëjnë të mendosh që okay, jam në një vend të huaj dhe nuk i kam të gjithë familjen këtu pranë meje. Jo se je ndjerë diskriminuar në ndonjë rast. Nuk jam ndjerë diskriminuar në asnjë rast për momentin, nuk më kanë trajtuar ndryshe, le të themi për faktin që unë jam imigrante, më kanë parë gjithmonë për cilësitë dhe për aftësitë që kam unë dhe më kanë vlerësuar dhe kjo është një gjë për të vlerësuar, kështu që nuk jam përballur me situata të cilat më kanë bërë vërtet që të ndjej që unë jam emigrante dhe këta më shohin si të huaj, këta më shohin si emigrante. Është e vërtet që kur flas frëngjisht është teksi pak mediteran, kështu që në momentin kur flas me njerëz që janë të Brukselit, direkt më pyesin ka vjen, sepse kupton që është një tekst pak më egzotik, le të themi, në shqiptimin e frëngjishtes, pavarësisht se flas frëngjisht shumë mirë, por ka të bëjë me gjuhën shqipe, pra është një tekst pak më i veçantë. Megjithatë, këto janë karakteristika që njerëzit edhe i vlerësojnë dhe i duken interesante dhe të veçanta, le të themi. Ka shumë shqiptar në Bruksel? Shqiptar në Bruksel ka shumë, më shumë se që kam takuar në Antwerp, le të them të drejtën, sepse Antwerp është një qytet me 400.000 banor, kurse Brukseli është 1,5 milion, një gjë e tillë, është pra në dimensione është një qytet shumë më i madh. Shqiptarët e parë në Bruksel kanë ardhur rreth viteve 50 dhe kam një grup shumë të mirë, le të themi, të shoqërisë time shqiptare, të cilët janë suporti im moral dhe suporti im i vështirësive, çfarëdo lloj vështirësie që mund të kem në Bruksel. Njerëz të cilët i kam takuar rastësisht përmes eventeve ose përmes kontakteve të përbashkëta. Megjithatë, unë jam një ndër shqiptarët në Bruksel që në fakt kam një shoqëri shumë të madhe dhe ndodh ndonjëherë kur një person tjetër më njeh përmes një njohje, le të themi, dhe kur thon një vajzë shqiptare, kush është ajo? Është Marsida. Dhe në fakt janë këto situata të vogla që më bëjnë shumë kënaqësi, sepse le të themi, ndonjëherë më duket vetja sikur jam më e famshme mes shqiptarëve që janë aty, që nuk është e vërtetë, por për faktin që unë kam shumë kurreshtje për të takuar njerëz të ndryshëm, për të krijuar lidhje me njerëz të ndryshëm, për të zgjeruar rrjetin tim të shoqërisë dhe të miqësisë. Dhe kjo ka qenë një ndër faktorët kryesorë që, domethënë, që më bën që unë të njihem në Bruksel. Në fakt edhe ne kemi edhe një deputet të përfaqësuar në Parlamentin Belg, është zoti Ahmed Gjana, i cili jeton për shumë vitesh në Belgjik dhe që flet shqip mjaft mirë, dhe janë këto raste që neve na bëjnë të jemi krenar në fakt që kemi shqiptarë të përfaqësuar atje. Nuk e di që në fillim ke qenë me mendimin që të rrish në Bruksel, sepse në fillim të emisionit na the që unë jetoj, punoj dhe dua të jetoj dhe të punoj atje, por gjithsesi të ndjekim një këngë sërish dhe le të kthehemi. Jam grua. Miqtë Radio Tiranës, jemi rikthyer sërish në studion e emisionit Jam grua, si çdo të premte ora 12:05, jemi në studio me doktorante në Universitetin e Antwerpit në Belgjik, me Marsida Bandillin, vajzën e sfidave që më pëlqen ta quaj gjithmonë. Dhe në fakt pa dashur, Marsida, un kam parë ndryshimin që ka ndodhur tek ti që nga fillimi që ke ikur dhe deri në këto momente që ne po flasim. Bashkë kemi qenë emisione që kurse ishe studente, që kurse ishte punonjëse e rektoratit, vazhdojmë në Belgjik, pra unë kam ndjerë rritjen tënde të mendimit tënd. Dhe më bëri përshtypje që në fillim që unë dua të punoj, të vendosem përfundimisht në Bruksel. Më duk mua apo ishte kështu? Nuk mund të them që është vendosje përfundimtare, por them që me synimet e mia afatshkurtra qëndron që unë të qëndroj në Bruksel për, le të themi, për planet e mia afatshkurtra. Për planet afatgjata unë nuk i bëj asnjëherë, kështu që nuk bëj plane afatgjata sepse mendoj që jeta është shumë e shkurtër për të bërë plane afatgjata dhe jetoj çdo ditë ashtu siç më vjen. Ndoshta kur kam qenë pak më e re në fillimet e intervistave tona në Radio Tirana së bashku, kanë qenë ato momentet kur unë flisja për më shumë idealizëm për të ardhmen dhe se çfarë ndryshimesh do të ndodhin. Dhe tani më pëlqen që ta marr ditën ashtu siç vjen me qetësi. Kështu që në planet e mia afatshkurtra është që unë të qëndroj në Bruksel dhe nuk them asnjëherë që porta me Shqipërinë është e mbyllur, sigurisht që është e hapur dhe patjetër në të ardhmen
ndoshta mund të ndodhe edhe një kthim në Shqipëri. Pra këto nuk janë plane përfundimtare, le të themi që nuk janë gjëra të cilat unë mund t'i vendos tani dhe mund t'i caktoj se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen, sepse jeta është aq e bukur për të jetuar në të tashmen dhe për mos të menduar ndonjëherë aq shumë për të ardhmen se nuk i dihet nëse ardhmja do vi ose jo. Të kujtohen fillimet kur u nise për të studiuar në Belgjik. E mendoje që do rrije atje? Sepse kam njohur të rinj të cilët shkojnë me idenë që po studioj dhe do jetoj atje. Kam takuar të rinj që thonë po studioj dhe do të kthehem në Shqipëri. Po Marsita si ka menduar? Unë jam nisur me idenë që po shkoj të studioj. Me këtë ide jam nisur, jam nisur me idenë për të zbuluar një kulturë tjetër, për të kuptuar se si është Belgjika, për të njohur njerëzit, për të eksploruar më tej. Nuk jam nisur me ide nuk kisha bërë asnjë lloj plani, le të themi në këtë kontekst. Kështu që jam nisur me këtë idenë për të parë se si do vi jeta ime në Belgjik ditë pas dite. E thash që në jetë ndoshta planet nuk realizohen, ndoshta dëshirat janë shumë të mëdha, ëndrat janë shumë të mëdha dhe më pëlqen që të jem realiste dhe më pëlqen që ta marrë çdo gjë me pozitivitet dhe të kërkoj sfida të tjera. E them që ndoshta qëndrimi im në Bruksel në planin afat-shkurtër është interesant sepse sfidat profesionale atje më ndihmojnë që unë të rritem profesionalisht. Domethënë kur krahasoj veten time me para shumë vite shkrimet e mia që bëja në gazetë ose shkrimet e tjera akademike ose tema ime e masterit me nivelin që unë jam zhvilluar tani, janë dy gjëra komplet të ndryshme sepse tani jam shumë e aftë të shkruaj ose të bëj një tekst në anglisht, të bëj një prezantim në anglisht dhe aftësitë e tjera të komunikimit të cilat janë zhvilluar. Pra janë të gjitha këto gjëra të cilat mua më kanë kompletuar dhe më kanë bërë një person më të mirë. Dhe prandaj mendoj që sfidat të tjera në Bruksel do të më ndihmonin që unë të rritesh aq më shumë. Dhe sigurisht që unë sa herë që vi në Shqipëri vi me madh shumë të madh për të takuar familjen, për të takuar miqtë mi të dashur të Radio Tiranës dhe për të takuar ju dhe sa herë që vi jap një kontribut të vogël, qoftë përmes një konference, qoftë përmes një prezence në radio. E ke Shqipërinë të pranishme në çdo veprimtari, kam përshtypjen. Patjetër Shqipëria është do të ndash gëzimet me Shqipërinë. Gëzimet e mia duhet që patjetër të ndahen me Shqipërinë, kështu që unë gjithkohës para se nisem në Shqipëri bëj planet e mia se çfarë prezence do bëj, pra në çfarë konferencë do marr pjesë, si do e promovoj, si do bëj promocionin, çfarë do shkruaj, si mund të ndihmoj të rinjt shqiptar dhe janë të gjitha këto gjëra që janë në mendjen time dhe janë pjesë e punës time, pjesë e jetës time, janë gjëra të cilat më bëjnë të lumtur dhe më japin shumë kënaqësi. Prandaj lidhja ime me Shqipërinë është një lidhje që çfarëdo lloj gjëre nëse unë jam prezente në Shqipëri ose jo, unë vazhdoj të mendoj për Shqipërinë dhe të kontribuoj për Shqipërinë. Nuk e di po ndonjëherë a gabon Marsita? Einstein i thoshte dikush që nuk ka bërë kurrë ndonjë gabim, thoshte nuk ka bërë asgjë të re. Kjo është shumë e bukur. Kam bërë shumë gabime, nuk mund të them që nuk kam bërë gabime, kam bërë shumë gabime në punë, kam bërë shumë gabime në shtëpi, kam gatruar gjërat, kam harruar ku i kam vënë gjërat dhe më ndodh që unë harroj ku i vë gjërat çdo 5 minuta, ku i kam vënë telefonin, ku i kam çelsat. Flasim për gabime më të mëdha. Kam bërë edhe gabime më të mëdha në kontekstin profesional. Në fillimet e mia në Bruksel gjatë punës në fakt më ka ndodhur që kur kam dërguar një email e kam dërguar me ti dhe jo me ju dhe në fakt kjo ka qenë një ndër gjërat që është tërhequr në fillim ose më ka ndodhur që kam gatruar mbiemrin e një personi e kam shkruar ndryshe për ndryshe dhe nxitimi ka ardhur nga shpejtësia. Këto kanë ardhur nga shpejtësia dhe këto më kanë ndihmuar mua që unë të lexoj 2-3 herë gjërat përpara se të nis. Kështu që tani e lexoj çdo gjë me vëmendje. Nuk jam aq shkujdesur se çisha në fillim. Me moshën se duket gjërat. Çdo gjë besoj vjen me moshën, çdo gjë maturimi vjen me moshën, por më ka ndodhur që kam bërë të tilla gabime. E kam çuar zarfin në një adresë të gabuar, të tilla gjëra të cilat kanë pasur ndonjëherë efekt kështu që si thua pak a shumë tronditës? Kam pasur një efekt në fakt sepse në fillim edhe habitesha me gabimet e mia, se thoja si ka mundësi që e bëra këtë gjë sepse kontrollova, domethënë nuk është në rregull kjo gjë dhe pastaj kur e kam parë kam thënë, okay, duhet që unë të jem shumë e kujdesshme kur vjen puna tek detajet. Por kjo më ka ndihmuar që unë të rritem sepse jam një person që shkoj shumë tek detajet në
në punë, domethënë tek çfarë është në rregull, çfarë është gabim, çfarë duhet korrigjuar, çfarë duhet bëhet më mirë. Dhe në eksperiencat e fundit profesionale që kam pasur në Bruksel, gjatë gjithë kohës bëja dhe rolin e editorit, sepse më kap të syri shumë shpejt gjërat që ishin gabim, domethënë prandaj gabimet që kam bërë me detajet në fillim, këto janë bërë pika ime e fortë tashmë, kështu që le të themi që gabimet më kanë mësuar që unë të rritem dhe më kanë bërë që unë të jem më e fortë kur vjen puna për të kuptuar detajet në shkrime, detajet në punë ose mbajtjen, organizimin e agjendës, të deadline-eve dhe gjëra të tilla, për të tilla gjëra jam shumë e kujdesshme dhe nuk bën asnjëherë gabim. Dhe jam shumë e kujdesshme, gjëra tjetër që kam mësuar, jam shumë edhe e kujdesshme me orarin, sepse më ka ndodhur në fillim kur isha në Belgjik që vija pak me vonesë, domethënë isha me orarin shqiptar, le të themi, që kur thua do takohemi në këtë orë, je të paktën 10-20 minuta me vonesë. Dhe tani e kam mësuar këtë gjë edhe nga sistemi i transportit atje, sepse nëse shkruhet që treni niset në 8:30, në 8:30 ai largohet, kështu që duhet të jesh në platformë përpara. Dhe për këto gjëra jam bërë shumë precize edhe në marrëdhëniet me njerëzit, marrëdhëniet me shoqërinë dhe këtë gjë e respektoj dhe ruaj edhe kur kthehem në Shqipëri. Pavarësisht se jam në Shqipëri, jam gjithkohës mendojmë që të jem korrekte. Rrallë ndodh që unë jam 10 minuta me vonesë. Të rish pak më shumë, besoj që do shkosh prapë aty ku ndoshta të rri pak më shumë do kthehem sërish në bazë, por këto janë gjëra, korrektësia është një nga gjërat që unë e vlerësoj, sepse në Belgjik në fakt njerëzit duken sikur të gjithë janë me nxitim, të gjithë kanë diçka për të bërë, të gjithë kanë diçka në agjendën e tyre. Dhe fakti që ti je me vonesë, mua më duket sikur, ose nëse unë jam me vonesë, më duket sikur unë po i ha kohën një personi tjetër, sikur po i marr kohën atij, sepse atë kohë ai mund ta kishte shpenzuar ose ajo mund ta kishte shpenzuar duke lexuar një libër atë 20 minutëshin ose duke bërë diçka tjetër. Prandaj e vlerësoj shumë kohën e njerëzve dhe kohën që ata më japin dhe prandaj jam gjithkohës në orar. Në fakt je shumë e re, Marsida, por nëse do ta marrësh jetën tënde profesionale deri më tani, mendon që je një gjithkohën në sukses. Po ka pasur ndonjë dështim ndër këto vite? Dështim tim profesionalin. Nuk e di se çfarë mund të quaj dështim, por në fakt ka ndodhur, të jem e sinqert, që në ambiente ku kam punuar më parë në Bruksel, ka ndodhur që kam qenë ambiente në të cilat unë nuk më pëlqente që të punoja atje ose nuk ndjehesha mirë. Bëhet fjalë për ambiente kompetitive, të cilat të vendosin në një konkurrencë, le të themi, gjithkohës me kolegët, dhe këto janë ambientet që mua nuk më pëlqejnë. Kështu që ajo që kërkoj ose ambientet me të cilat mua më pëlqen të punoj janë më tepër ambientet bashkëpunuese, ku të gjithë janë të barabartë dhe ku punohet për të pasur një produkt final më të mirë dhe jo për të qenë në konkurrencë me të tjerët. Kështu që nuk mund të them se nuk kam pasur dështime, por e kam kuptuar që këto nuk ka qenë ambienti im i duhur për të rritur profesionalisht dhe thjesht e kam pranuar që e tillë është situata dhe kam vazhduar me sfida të tjera. Mendon që suksesi është çelësi i lumturisë? Apo e kundërta, lumturia është çelësi i suksesit? Unë mendoj që është lumturia çelësi i suksesit. Unë mendoj që dështimet janë të bukura në jetë, edhe për faktin që unë fola për le të themi dështimin tim profesional, që për mua nuk ka qenë një dështim, ka qenë një eksperiencë të mësuarit për të kuptuar se çfarë më pëlqen vërtet që të bëj. Ndonjëherë e kuptohet më mirë se çfarë duam të bëjmë, duke kuptuar se çfarë nuk na pëlqen të bëjmë. Kështu që të qenit i lumtur unë mendoj që vjen brenda vetes. Unë lexoj shumë për filozofinë budiste, është një ndër filozofitë që më pëlqen më shumë dhe shpesh lumturinë tonë ne lidhim me gjërat materiale ose të paktën kjo është që thuhet në filozofinë, me sendet ose me lidhjen që ne kemi me persona ose me objekte. Në momentin që ne shkëpusim këtë lidhje dhe që përqendrohemi vetëm tek vetja jonë, atëherë jemi të lumtur. Dhe unë mendoj që je i lumtur në momentin kur je i kënaqur, e pranon veten tënde ashtu siç je, me të mirat, me gabimet, me gjëra perfekte nuk ka, me dështimet e tua, me të themi me ato krisjet që ke, sepse në kulturën japoneze një vazo nëse thyhet, ata e ngjisin me fije ari për të treguar se sa e çmuar është. Kështu që do të thotë se të gjitha ndoshta dështimet ose problemet ose sfidat, të gjitha janë ato që e bëjnë jetën më të bukur. Dhe sigurisht që lumturia fillon që nga mëngjesi deri në darkë dhe nuk ka lidhje fare me suksesin profesional, mendoj. Suksesi profesional është ndoshta një kontribut shtesë në jetën publike, por lumturia është me ato që ti je si person në privaten tënde, në pjesën tënde kur ti mbyll dyert e shtëpisë dhe je brenda dhe nuk ka lidhje me ato se çfarë bën jashtë. Kështu mendoj.
A je lumtur në këto momente që flasim në këtë kohë? Unë jam për ditë e lumtur, sepse marr jetën me sportivitet, ashtu siç e thash, unë e marr jetën për ditë siç vjen, kështu që nuk e mendoj shumë të ardhmen. Më përpara e mendoja shumë kur isha më e re, gjithkohës planet ishin për të ardhmen, tani më pëlqen të jetoj në të tashmen. Jam e lumtur që jam mirë me shëndet, jam e lumtur që familja ime është mirë dhe jam e lumtur për gjërat e vogla, kur takoj një komshi, kur kthehem në Tiranë, kur takoj Kozetën sigurisht, domethënë të tilla gjëra më më kënaqësi. të bëjnë lumturinë. Të gjërat të tilla të vogla, unë jam e lumtur vetë si person, por gjërat të tilla ma shtojnë atë gëzimin le të themi, ma shtojnë lumturinë. Sigurisht dhe mbesa ime që është 3 vjeç e gjysmë që është një energji më vete. Fakti që unë shoh atë që më buzëqesh të tilla gjëra mua më bëjnë më të lumtur. Unë jam e lumtur për këto. Pastaj sfidat profesionale vinë dhe shkojnë. Kështu që karriera profesionale vjen edhe shkon. Marrëdhëniet me njerëzit mendoj që janë më të rëndësishme dhe janë ato që mbeten. Jeta private? Jeta private mund të themi pa komente për momentin, kështu që le ta lëm për një herë tjetër për dëgjuesit, le t'i lëm në kurreshtje. Shumë kënaqësi që ishe sot në emisionin Jam Grua, Marsida. Faleminderit shumë, një kënaqësi shumë e madhe që ju takoj sërish, një kënaqësi shumë e madhe të jem pranë dëgjuesit dhe ju uroj të gjithëve vetëm lumturi, buzëqeshje dhe ditë sa më të mbar. Urojmë shumë suksese dhe natyrisht një jetë private të mrekullueshme që do ta zbuloj me siguri në erën tjetër në emisionin Jam Grua. Faleminderit. Miq të Radio Tiranës, ishim edhe sot me emisionin ton Jam Grua. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Së bashku me Miri Reçin dhe Redi Kriston, ju uroj një fundjavë të mrekullueshme. Jam Grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam Grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam Grua.